jam kënë djali shumë i keq, shumë pa edukat, i pa ftyrë kam kënë, ignorant, të në të zezet i kam. Shëndetje, jam Ardit Mansaku, jetoj të Përjeti Shpesa, 28 vite, du më kërku falën publike, du më kërku falën mamës, e vatëm, që kam round shot, që kam full fjallë pista, fjallë që kanë përdorë rruhaqat. Për këtë arsye kam tash 14 vite pa full me mamën e me vanë. Edhe kërkoj mu pajtu me mamin e me vanë, sepse janë familja që më kanë bakryt, edhe mami e ma një shumë keq për fjalë banale që kanë përdorë për i gojës teme, edhe vaja është një shumë keq për fjallor që ka një që kam folën për mamën teme. Ma kalana me netin baba që mu para se me dek se baba nga dek 6 vite para pandemis, edhe më kalona me neti që me kërkur falën mamit edhe vllaz tem Armando. Kurse mama eme ka Lirie Mansaku, kurse vlla jeme ka Armando Mansaku. Ju bëj thirrje që du më kërku falë publike, që nuk do më i ba ma ata gabimet, se u kam nevoj për mamin edhe për vllain në shtetë, kam nevoj për dashurinë. Edhe ju bëj thirrje që më ndihmoni të bashkojni me ta. Mami jetën Ostia Lido, Rom, kurse vllai im Armando Mansaku jetën qyteti Luna Pesaro. Edhe që do më bashku me ta, duke kërkuar edhe faljen edhe grus dytë Klara Mansaku. Se edhe Klara Mansaku në kam përdorë pak si fjallori banale, që nuk ka dash me përdorë. Ja ta foskro, ja kështu edhe kam përdorë jashtë sa kush fjallë ma pista s'ka. Edhe jam penu për që kam fanë. Jam kënë djali shumë i keq, shumë pa edukat, i pa ftyrë kam kënë, ignorant, të në të zezet i kam. Tash jam gati me nërësh gabimet e mija, mi kërkur falës si Armando Mansaku, si Lirie Mansaku, edhe Klara Mansaku. Mami Lirie, edhe vllajem Armando Mansaku. Prandaj ju lutem me ndihmoni të pajtoni me ta. Tani në shumë, ishava realizohet më në 2026 tash pajtimi me mamin e me vanë. Edhe me kunatin time, gruan e dytë, Klara Mansaku, që është gruaja e dytë i Armandos.